Në perceptimin tonë, si një organizatë që ka ndërtuar identitetin e saj me disiplinën e drejtësisë sociale dhe barazinë para ligjit, hetimet të tilla përbëhen një akt të domosdoshëm drejt pastrimit të jetës publike nga dyshimet, favorizmat dhe keq menaxhimi i mundshëm. Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë qartësi dhe efikasitet nga institucionet dhe institucionet kanë në detyrim t'i ofrojnë ato. Një aspekt i rëndësishëm që nënvizohet në këtë pikë është roli edukativ i proceseve të tilla. Në një shoqëri të re që kërkon të ndërtojë standarde moderne të funksionimit, hetimi ndaj zyrtarëve të lartë duhet të shërbejë si një mesazh i qartë për brezat e rinj të administratës: përgjegjësia nuk shmanget, abuzimi nuk tolerohet, ndërsa ligji është i njëjtë për të gjithë. Kjo është filozofia e Partisë së Punës së Shqipërisë, e cila mbështetet në qëndrueshmërinë dhe integritetin e institucioneve. Thelbi i argumentit është ky: proceset e drejtësisë, sado të ndjeshme politikisht, nuk duhet të shihen si krizë apo kërcënim, por si instrumente të një shoqërie të pjekur që po mëson të pastrojë vetveten, të vetrregullohet dhe të ruajë integritetin e shtetit. Në këtë mënyrë, hetimi ndaj një figure publike fiton një vlerë më të gjerë duke u bërë pjesë e procesit të forcimit institucional dhe rritjes së besimit qytetar në sistemin e drejtësisë. Mesazhi im duhet qëndron mbi pritshmëritë e larta që shoqëria shqiptare ka sot ndaj figurave publike ndaj institucioneve të drejtësisë. Në rastin e figurave politike, hetimi nuk është thjesht një proces juridik, por një moment ku qytetarët vlerësojnë se sa realisht funksionon parimi i barazdisë para ligjit dhe sa seriozisht e trajton shteti çështjen e llogaridhënies. Kjo organizatë, me traditën e saj të orientuar drejt përgjegjësisë publike, e konsideron këtë proces një provë të